E vërteta, drita dhe dashuria, unë mendoj që janë gjërat më të bukura të jetës. Domethënë ti shkojmë të vërtetës tonë deri në fund, dashurisë për veten, po edhe për të tjerët, dhe të kërkojmë gjithmonë dritën edhe në momente që janë shumë të errta. Për te librit unë po punoj shumë për ato çka unë dua që unë të rikthehem. Kur të rikthehem ashtu siç do duhet të jetë dhe siç dua unë të jetë. Unë 23 deri 24 vjeç kam kaluar një nga periodat e mia më të vështira me çrregullimin e ankthit, edhe me ataket e panikut, po të them një vit unë thjesht nuk kam fjetur gjumë. Domethënë ka qenë ajo po që ka qenë një nga periodat më të errta të jetës time. Po dhe ajo mendoj që më ndodhi që unë të kuptoja që kush jam edhe çfarë dua të bëj. Simptomat janë, domethënë, ndonjëherë themu nga më të çmendura, të duket sikur do vdesësh, sikur bota po mbaron, të merret fryma, djerës të ftohta, të mpien këmbët, dhëmbët, krahët, domethënë është një cikël vicioz kështu i frikshëm, që thua bota po mbaron, domethënë ti nuk jeton dot më. Dhe kur e kam kaluar atakun e parë të panikut vetëm, kam thënë, okay. Tani ta tregojmë qefin, se tani e kuptova që kalon dhe nuk do vdes. Enxhit të vogël, çfarë do t'i thoja? Enxhit të vogël tani do t'i thoja që jem e mira, e ke buzëqeshjen me shumë shpirt dhe e di që e kam këtë, e kam patur që e vogël, dhe do t'i thoja që unë tani jam bërë një njeri që nëse do kisha qenë pranë teje kur ti ishe e vogël, do të mbroja dhe do të jepja dashurinë më të madhe të botës. Kërceni shumë, unë kërcej vetë. Dashuroni shumë fort, se i thoni ato gjërat që i mendoni, dhe nëse e doni dikë, dhe nëse doni ta komplimentoni dhe e vlerësoni, thojeni tani. Nuk u mbisni asgjë, por kundrazi edhe jeta juaj mund bëhet më e bukur. Për episodet e plota të Milori Podcast, subscribe në kanalin tim në YouTube Mirela Milori.